që tani e për erën e jetë të jetëve. Shenjtë Perëndi, shenjtë fuqishëm, shenjtë pavdekshëm, mëshirona. Shenjtë Perëndi, shenjtë fuqishëm, shenjtë pavdekshëm, mëshirona. Shenjtë Perëndi, shenjtë fuqishëm, shenjtë pavdekshëm, mëshirona. Lavdiatit e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për erën e jetëve. Amin. Trinije të rëshënjtë mëshirona. O Zot, falë mëkatet tona. O Zot, iman ndjej pavësit tona. O i shenjtë vështro dhe shëro së mundit tona për emrin tënë. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot. Tani e për erën e jetëve. Amin. U shenjtërof të emri yt, ardh mbretëria jote, u bëm dëshira jote, si ndër qiell ashtu dhe mbi dhe. Bukën tonë të përditshme, jepna neve sot, dhe fal në fajet tona, si kundër dhe ne u falim fajtorëve tanë, dhe mos na shkel në ngasje, por shpëtona nga i liku. Si jote është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia, e Atit e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për erën e të jetëve. Në tërë dhe në doli emri yt se priti fjalën tënde, me anën e së cilës predikove, si qika i e Perëndisë, tregove natyrën e gjërave, zbukurove zakonet e njerëzve, krye prifshëm vasilat o shënar, lutju Krishtit Perëndi, të shpëtojë shpirtrat tanë. U tregove themeli e patronditur për kishën, duke u dhënë gjithë njerëzve fuqi e siguri, dhe vullosur me mësimet e tua, o shënar vasi, zbuluesi mistereve qiellore. Mëshirona o Perëndi, sipas mëshirës sate të madhe, të lutemi të gjohë dhe mëshiro. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot. Lutemi dhe për të krishterët shpresëtarë dhe orthodoksë. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot. Lutemi dhe për kryepiskopin tonë Joani dhe gjithë vllazërin tonë. Për shumë vjetë o krye Zot. Lutemi dhe për Republikën e Shqipërisë, qeverinë, ushtrinë dhe gjithë popullin. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot. Lutemi dhe për erëra të mira, begatit të pemëve të dheut dhe për kohë me paqe. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot. Lutemi dhe për mëshire, jetë, paqe, shëndet, shpëtim, vështrim, ndjes dhe falje të mëkateve të shërbëtorëve të Perëndisë, gjithë të krishterëve shprestar dhe ortodoks që banojnë dhe ndodhen në këtë qytet, dhe ngoritëve, epitropëve dhe ndihmëtarëve të kësaj shtëpie të shenjtë, dhe atyre që kanë në besim nga kjo bukë. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot. Lutemi dhe për ruajtjen e kësaj kishe të shenjtë, të kësaj shkolle dhe të këtij qyteti dhe të çdo qyteti dhe vendi nga zemërimi, uria, sëmundjet, tërmeti, përmbytja, zjarri, thika, mësymja e të huajve, lufta e brendshme dhe vdekja e papritur, që Perëndia i mirë dhe njeridashës të bëjë i butë mirëdashës dhe i tërgatshëm, për të zmbrapsur çdo zemërim dhe sëmundje që lëviz kundër nesh dhe të na shpëtojë nga kërcënimi i tij drejt që ndron mbi ne dhe të na mëshiroje. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot. Lutemi dhe që Zoti Perëndia të dëgjojë zërin e lutjes sonë të mëkatarëve dhe të na mëshiroje. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot. Le ti lutemi Zotit. Mëshiro Zot.
O Zot, Perëndia ynë, krijuesi i botës, dhuruesi i jetës dhe thesarit të gjithë të mirave, bekoje këtë bukë që e përgatitën shërbëtorët e tu, dhe që paraqetet për nder dhe kujtim të atit të ndërshinjtorët Vasilit të Madh, kryepiskopit të Qesarisë, shenjtëro ata që kunguen prej saj, dhe falu shëndet shpirti e trupi, beko veprat e durëve të tyre që të jenë të mira të pëlqyeshme, shumoj në të mirë jetën e tyre, falu atyre dhe gjithë botës vitin që filloi shpëtimtar dhe të paqë, me ndërmjetimet e ylinësisë së tërshenjtë, të atit të ndërshinjtorët Vasilit të Madh dhe gjithë shenjtorëve të tu. Lavdim e ty, o Perëndi, shpresa jonë, lavdim e ty. Lavdi atit e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë tani e përherën një jetëve. Amin. Mëshiro o Zot, mëshiro o Zot, mëshiro o Zot, beko krye Zoti i Shenjtë. Krishti Perëndiu i vërtet, me ndërmjetimet e nënës tij të pacënuar krejt pa përlyer, të apostujve të shenjtë lavdëruar dhe dëgjuar, të dëshmorëve të shenjtë lavdëruar dhe mundës të shkëlqyer, të anargjerëve të shenjtë dhe çuditbërës, të shën Vasilit të Madh, Grigor Theologu dhe Joan Gojartit, të yprimëve të shenjtë dhe drejt Joakimit dhe Anës, dhe të gjithë shenjtorëve që lutim sot, na mëshirof dhe na shpëtof si Perëndi i mirë dhe njëridashës dhe mëshirues. Me urata të etërve tanë të shenjtë të Zotin Jesu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Për pranimin e tij sot, për bekimin e madh që na dha, është hera parë që gjithë kolektivi dhe stafi akademik dhe arsimor dhe ndihmës takohet me kryepiskopin dhe me bekimin e tij. E falenderojmë se pavarësisht se fizikisht ndoshta ishte hera parë, por me përkujdesin e tij është vazhdimisht dhe përdit i pranishëm në gjithçka që shkolla tona përballin në ecurinë në punën e tyre. E falenderojmë dhe i lutemi që na ke gjithmonë në lutje, që puna jonë dhe e cëmbarët e të bekuar për të gjithë.